6 janari në fshatin Polen të Bashkisë Korç është kthyer në traditë për të mirëpritur festën e karnavaleve, një ngjarje që përcjell ritualet e lashta dhe simbolizon largimin e së keqes. Banorët e Polenës, të njohur për ruajtjen e zakoneve të hershme, vishen me kostume të përgatitura nga lëkura e kafshëve dhe interpretojnë rituale sipas fabulave të caktuara. Kjo traditë pagane e ngjashme me disa vende të Ballkanit ka rrënjë të thella në historinë dhe kulturën e fshatit, ndërsa të rinjt duket se po e vijojnë këtë traditë mbi 300 vjeçare, e cila u ndalua gjatë sistemit komunist, ndërsa nga viti 1990 organizohet çdo vit në fshatin e njohur. Karnavali është një festë pagare, e cila simbolizon largimin e së keqes në këtë vit të ri. Mund të them se është viti i 5 që marr pjesë dhe kam veshur një shtri. Gjergji Minka, i cili sot organizon këto karnavale, tregon se kjo traditë ka ngelur ende gjallë, por Bashkia e Korçës nuk jep asnjë lloj mbështetje. Ne e presim pa durim. Ja unë të them nga Bashkia, si vjet është viti 36 që organizon karnavalin në Polen. Jemi të parë në Shqipëri që kemi filluar më 6 janar të 91. Dhe sot është dita viti 36. Ne nuk kemi mbështetje nga Bashkia më. Jemi pjesë e bashkisë, nuk vinë të kulturës janë. Ky rituali i arabëve të Polenës vijon edhe sot të mbahet vetëm nga banorët e mbetur të kësaj zone.